Sot qyteti i Vlorës është zgjuar nga një tragjedi në një hotel në Lungomare. Turistë që hidheshin nga balkonet, ulërinin, bërtisnin prej flakëve që kishin rënë në hotel. Kjo në fakt është një ngjarje për të cilën duhet kishte dalë tani Blendi Gonxha, ministri i turizmit, i cili gjen kohë të futet në rrjetet tona sociale edhe të na shajë neve, siç bëri me rastin e Krujës, për arrin në Instagram e në Facebook gjithë ditën ministri, duhet dalë dhe t'jap përgjigje sepse është përgjegjësi direkte e ministrit të turizmit. Pra, Ministria e Blendi Gonxhës ka për detyrë që të kontrollojnë certifikimin e hoteleve për sistemet anti-zjarr. A ka ky hotel, si është gjendja në gjithë Shqipëri? Mendojeni vetë kur bi zjarr në një hotel në zonën që quhet më elitare në Shqipëri, në Lungomare, që thon ta Lungomarja, vjen turisti nga Polonia, vjen nga Kosova për të bërë pushime në Shqipëri, edhe digjet, përvlohet. Pra kjo është një ngjarje e tmerrshme. Një vajzë 25 vjeçare është djeg thuajse në 100% të pjesëve të trupit. Një tjetër është djeg në 80%, 20-21 vjeç kjo tjetra, të trupit. Disa djem janë hedh nga dritaret e hotelit dhe kanë psu dëmtime thyrje në trotuare. Kush mban përgjegjësi për jetën e këtyre? Pra një vajzë 25 vjeç është e djegur, një tjetër po ashtu, 20-21 vjeç, djem të ri, pra njerëz që vinë këtu për të bërë pushimet, edhe ministri është duke shajt gazetarët në rrjetet sociale dhe nuk certifikojnë ose i certifikojnë në mënyrë korruptive hotelet në Republikën e Shqipërisë. Mendojeni kur kjo ndodh në Lungomare, çfarë ndodh në Velipoj, në Divjak, në Spille, pra në zona që janë pak më larg vëmendjes së publikut. Kjo është e tmerrshme, ky është turizmi që ndërtojnë këta. Pra, ky nuk është një turizëm i qëndrueshëm, nuk është një turizëm i sigurt, pra është një, për çdo njeri që vjen këtu për turizëm duhet përgatitet për aventura nga më të frikshme deri në rrezikimin e jetës. Gjatë gjithë ditës Vlora është në kaos për shkak të rrugëve skandaloze që kanë ndërtuar, kanë bërë ato rrugët si syt që tu dalin dhe rrinë me orë të tëra turistët në zhegun e vapës, rrinë në për trafik. Ndarg digjen, shkojnë të flenë hotele, digjen në për hotele, dhe ky shtet nuk ma asi lloj përgjegjësie, sepse ky punon vetëm për 4-5 veta, investitor strategjik që i qunë, edhe për pjesën tjetër nuk ja ha fare shtetit se çfarë ndodh. Si mund të funksionojë një hotel, të presë turistë dhe të pajiset me dokumentacion të nevojshëm, sigurisht nëse në rast zjarri mungojnë ose nuk funksionojnë masat elementare. Po të ngjoni videot e ngjarjes atje sot, bërtisnin njerëzit kur kishte rënë një çun nga dritarja, bërtisin ore ku është zjarrfiksja, se këta nuk kanë çfarë do bëjnë më para zjarrfiksja, të shkojnë të fikë zjarre që po përvlohet vendi apo të shkojnë të ndihmojnë kur digjet hoteli mund mes të vendit. Pra kjo nuk është faji fare këtu tani, fare nuk është faji i biznesit. Biznesi atë punë ka, biznesi mund të jetë i papërgjegjshëm, mund të jetë neglizhent, mund të jetë në gjitha llojet e formave biznesi, sepse ka qëllim vetëm fitimin. Rolin kryesor këtu e ka shteti, se shteti është rregullator dhe shteti duhet bëjnë kontrollin e cilësisë të ndërtesave, kontrollin e cilësisë së shkallëve të emergjencës, kontrollin e cilësisë së masave ndaj zjarrit e tjera. Këto gjëra që nuk i bën shteti jon, sepse ministri, ky bolla e zezë, Blendi Gonxha, do merret me neve, do na komentojnë neve në rrjetet sociale, do na thotë Don Kishot.
Ky ministër në fillim të sezonit turistik, po ta mbani mend, ka një kronik mediat të ndryshme, shkon atje dhe merret vet personalisht ministri me shezllonet. E ju thot këtyre që shiko, këtu e ke shezllonin ti, këtu e ka numron shezllonet e hoteleve, që edhe kjo është një katastrofë tjetër. Pra nuk lënë plazhe publike, i shesin, i shet shteti, i shesin punojësit e shtetit, Bashkia e Vlorës, Bashkia e Sarandës e të tjera i shesin, ambientet publike u shesin kundrejt rishfeteve, bizneseve, hoteleve, edhe i lënë qytetarët që të bëjnë plazh aty ku derdhen buzhaleve, aty ku derdhen kanalet e ujrave të zeza, ku do që të shkosh, plazhi publik, që bashkitë dhe Ministria e Turizmit i rezervon qytetarëve që s'kan mundësi të rinë nëpër hotele luksoze, të gjitha janë nëpër halet që derdhen në det. Kemi vetëm 15%, doli ai studimi, vetëm 15% të ujrave tona janë të pastërta, të ujrave të deteve. Pra prapë është përgjegjësi e Blendi Gonxhes, ti Don Kishotit, që bë llau nëpër rrjetet sociale. Tragjedia e sotme duhet ta kishte zgju nga gjumi Blendi Gonxhen që në 4, ministrin e turizmit. Kryetarin e Bashkisë Vlorës që s'duket gjikundi, e të gjitha institucionet përgjegjëse, sepse të gjithë mosha e personave që janë djegur dhe lënduar ishte 21, 20 vjeç, 25 vjeç, 27 vjeç ishte më i madhi. Janë njerëz të rinj, sidoqoftë njeriu nëse digjet, nëse lëndohet, është jeta e një njeriu, por po themi që këta janë rinia, u është djeg e ardhmja në lungomaren e Vlorës për shkak të papërgjegjshmërisë së shtetit tonë. E ky është turizmi që ndërtojnë këta, e të se bëj pushime këtu. Se vinë nga jashtë, ata vinë nga Kosova, vinë nga Polonia, vinë nga Suedia, a vinë më vitin tjetër turistët këtu, sidomos ata që kanë qenë në atë hotel, që kanë fletë në atë hotel, a e shohin më me sy Shqipërinë ata? Ja, këtë pyetje duhet të bëjnë çdo njeri për ministrin Blendi Gonxhe, për kryeministrin Edi Rama dhe për çdo njeri që dele bollau për turizmin, për kryetarin e Bashkisë Vlorës, që s'është kërkund e për gjithë. Ky është turizmi pra që vjen, përvlohesh ditën në trafik dhe digjesh natën në hotel. Mirupafshim, bëjeni subscribe të videon edhe shpërndajeni, bëjeni subscribe kanalit edhe shpërndajeni videon. Faleminderit. Ju përshëndes edhe me këtë show këtu mbrapa.